Do habiteni kur të mësoni çfarë i ndodh trupit tuaj nëse laheni me ujë të ftohtë. Përveç se ju jep më shumë energji, bërja e dushit të ftohtë në mëngjes sjell disa përfitime edhe për sa i përket bukurisë. Brightside ka renditur disa përfitime që mund të marrë lëkura juaj nga dushet e përditshme me ujë të ftohtë. I jep lëkurës më shumë shkëlqim. Një dush i ftohtë ndihmon në rritjen e qarkullimit të gjakut, për më tepër nënkupton që pamja do të jetë më e freskët. Uji i ftohtë ose i vakët e ushqen atë. Parandalon plakjen e lëkurës. Uji i ftohtë ndihmon lëkurën të jetë më e freskët për një kohë më të gjatë. Aktivizon sistemin nervor dhe trupi çliron hormonet e kimikateve të trupit që luftojnë në stresin. Studimet sugjerojnë se stresi psikologjik ka ndikime të drejtpërdrejta në plakjen e lëkurës dhe ndikon negativisht në trup. Parandalon problemet e lëkurës që shkakton stresi, minimizon pore dhe gjithashtu rikthen edhe gjallërinë e munguar në lëkurën tuaj.